Mirë se erdhët në rubrikën Bota në 5 minuta. Sot do të ndalemi tek marrëveshja finale e arritur midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, një marrëveshje e cila parashikon të jap fund edhe tensioneve apo luftimeve, të cilat kanë nisur për më shumë se 4 muajsh në lindjen e mesme, një luftë e cila ka mbajtur pezull gati të gjithë botën, duke shkaktuar krizë ekonomike, krizë politike dhe krizë gjeopolitike në të gjithë rajonet. Por kjo marrëveshje u arrit pas disa negociatave të ndërmjetësuara nga Pakistani, por edhe nga disa shtete të tjera të rajonit, të cilat ishin të përfshira drejt për së drejti, në mënyrë që të dyja palët, Washingtoni dhe Teherani, të gjenin gjuhën e dialogut për të arritur një marrëveshje, e cila do të duket deri në fund, nëse ka për synim një marrëveshje, një paqe finale apo një armpushim të përkohshëm. Marrëveshja parashikon ndalimin e operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe nisjen e negociatave për një marrëveshje përfundimtare mbi programin bërthamor të Iranit, i cili është një nga kushtet kryesore që kanë vendosur ballë për ballë të dyja palët. Lajmi në fakt u bë publik edhe nga kryeministri pakistanez Shahbaz al-Sharif, i cili deklaroi se dokumenti zyrtar do të nënshkruhet më 19 qershor në Gjenevë të Zvicrës, pas një sër takimesh teknike të cilat do të zhvillohen gjatë kësaj jave. Sipas kryeministrit pakistanez, marrëveshja shënon fundin e operacioneve ushtarake në të gjitha frontet dhe hap rrugën për një proces diplomatik që synon në fund të fundit stabilizimin e rajonit. Ai theksoi se ndërmjetësit po diskutojnë dhe po finalizojnë detajet e zbatimit përpara ceremonisë zyrtare, e cila pritet të zhvillohet pas 4 ditësh. Nga ana e Teheranit, zëvendës ministri i jashtëm iranian deklaroi se negociatat kanë qenë të gjata dhe intensive, duke zgjatur 14 deri në 15 orë. Sipas tij, pas diskutimeve të fundit me ndërmjetësit edhe nga Katari, është finalizuar teksti i memorandumit që shërbej si bazë për procesin e ardhshëm politik dhe diplomatik. Menjëherë pas njoftimit të Pakistanit, ishte presidenti amerikan Donald Trump, i cili konfirmoi se marrëveshja është arritur, duke marrë këtë edhe një dhuratë për ditëlindjen e tij të 80. Ai deklaroi se hapja e ngushticës së Hormuzit do të realizohet pas nënshkrimit të dokumentit dhe pas përfundimit të masave të sigurisë në Zdom. Ngushtica e Hormuzit konsiderohet një nga rrugët detare më të rëndësishme në botë për transportin e naftës dhe gazit, ndaj rihapja e saj shihet si një zhvillim shumë i rëndësishëm që do të ndihmonte të gjithë botën në këto kushte. Sipas informacioneve të publikuara nga mediat ndërkombëtare, marrëveshja finale parashikon armpushim të menjëhershëm dhe të përhershëm, heqjen graduale të bllokadës detare, nisjen e negociatave 6 ditore për programin bërthamor iranian, si dhe krijimin e një mekanizmi monitorimi për zbatimin e angazhimit dhe të marrëveshjes nga të dyja palët. Teherani ka bërë të ditur se gjatë negociatave do të kërkojë heqjen e sanksioneve ekonomike, rikthimin e aksesit në fondet e ngrira jashtë vendit dhe garanci për mosndërhyrje në punët e brendshme të Republikës Islamike. Megjithatë, Washingtoni nga ana tjetër ka sqaruar se çdo lehtësim ekonomik do të varet nga respektimi i detyrimeve që do të marrë Irani në kuadër të kësaj marrëveshje. Zyrtarët amerikanë kanë mohuar pretendimet se miliarda dollar fonde të ngrira do të lirohen menjëherë pas nënshkrimit. Edhe pse marrëveshja shihet si një hap i rëndësishëm drejt uljes së tensioneve, presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se çështja e programit bërthamor mbetet një nga kushtet vendimtare. Ai deklaroi se nëse Teherani nuk arrin një marrëveshje të kënaqshme për Washingtonin, SBA mund të rikthejë masa të forta presioni, përfshirë edhe opsionet ushtarake. Ndërkohë, njoftimi i kësaj marrëveshje ka sjellë edhe reagime pozitive nga të gjithë liderët botror. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara e cilësoi atë një hap kritik drejt paqes në lindjen e mesme, ndërsa vendet kryesore europiane shprehën mbështetje për procesin diplomatik dhe gatishmërinë për të kontribuar në zbatimin e tij, duke patur parasysh këtu dhe rëndësinë e rihapjes së ngushticës së Hormuzit. Dhe ndikimi i parë i lajmërimit të kësaj marrëveshje u reflektua edhe në tregjet e energjisë, ku çmimet e naftës shënuan rënje të ndjeshme pas lajmit për armpushim dhe perspektivën e rihapjes së plotë të ngushticës së Hormuzit. Por tashmë gjithë vëmendja do të përqendrohet gjatë këtyre ditëve, pikërisht ditën e premte në Gjenevë të Zvicrës, aty ku pritet të nënshkruhet dhe marrëveshja finale mes së dyja shteteve, ku do përcaktohen dhe hapat konkret që do të vendosin nëse kjo marrëveshje do të shënojë fundin e konfliktit apo vetëm një armpushim të përkohshëm midis Teheranit dhe Washingtonit. Pas arritjes së kësaj marrëveshje, ende nuk ka një reagim zyrtar, të paktën nga Izraeli, i cili ishte një nga shtetet kryesore të përfshirë drejt për së drejti në konflikt. Mediat dhe komentatorët proqeveritar në Izrael kanë reaguar në fakt ashpër pas marrëveshjes me SBA
bazë e Iranit, duke rritur kritika ndaj administratës së presidentit Trump dhe duke sinjalizuar një përkeqësim të raporteve me Washingtonin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ende nuk ka komentuar publikisht, por debatet në kampin proqevetar janë intensifikuar pas marrëveshjes. Kujtoj këtu që gjatë javëve të fundit ka patur edhe biseda të tensionuara midis presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu, biseda të cilat her pas here janë cilësuar apo janë karakterizuar dhe nga një retorik e ashpër, ndoshta edhe ultimatume nga presidenti amerikan Donald Trump kundrejt kryeministrit izraelit. Teksa duket se një front lufte në lindjen e mesme është duke u mbyllur, vëmendja tashmë do të rikthehet tek një tjetër front lufte i cili vijon prej më shumë se 4 vitesh, dhe janë luftimet midis Rusisë dhe Ukrainës, të cilat do të jetë agjenda kryesore e diskutimeve e takimit të liderëve të G7-s pikërisht në Paris. Lufta në Ukrainë ka hyrë sërish në qendër të agjendës ndërkombëtare, teksa liderët e G7-s mblidhen këtë javë në Francë për të diskutuar zhvillimet më të fundit në fushën e betejës dhe përpjekje diplomatike për paqe. I pranishëm në këtë samit do të jetë presidenti amerikan Donald Trump, i cili së fundmi ka zhvilluar dhe biseda telefonike me presidentin rus Vladimir Putin dhe presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, pikërisht në prag të samitit të G7-s, për të parë se cilat mund të jenë bisedimet, të cilat mund të çojnë ndoshta në një armpushim apo në një paqe mes të dyja shteteve. Sipas Zelenskit, biseda me Trump ka përfshirë disa ide të mira që mund të ndihmojnë në afrimin e paqes, ndërsa i ka informuar presidenti amerikan mbi situatën në front dhe pozicionin aktual të forcave ukrainase. Nga ana tjetër, edhe Kremlini njoftoi se gjatë bisedës me Putin, Trump ka theksuar se përfundimi i konfliktit në Ukrainë është jetik dhe ka shprehur gatishmërinë për të ndihmuar në procesin e paqes. Sipas burimeve diplomatike, fokusi kryesor i samitit të G7-s pritet të mbetet koordinimi midis aleatëve perëndimor dhe gjetja e një formule për uljen e tensioneve dhe hapjen e negociatave të drejtpërdrejta mes palëve në konflikt. Dhe tashmë pashtu do të diskutohet dhe marrëveshja midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nëse kjo do të jetë një marrëveshje finale apo jo. Ngjarje shumë të rëndësishme gjatë kësaj jave priten në arenën ndërkombëtare dhe në arenën gjeopolitike, për të parë nëse frontet e luftës do të kenë një fund apo jo. Këto ishin disa nga zhvillimet më të fundit në arenën ndërkombëtare. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Së bashku do të shihemi sërish bota në 5 minuta.